2026, në këtë 6 mujor, kemi në rritje prej 14% që te I kalon edhe këto 2 vitet paraprake. Nëse shohim për ka përbërja, se cila është kategori që e më rritë më së shumti, në pjesën e TVSH-s kemi diku 47,48%, që është pjesa e tyrave tatimore. Mirë, por nëse sheni historinë e saj, për vitit 2024-2025, e kemi në rritje prej 16%, dhe shra 2025-2026 kemi 11%. Pra shihet një ramje e TVSH-s në krahasim me vitet paraprake. Kjo na shpihet tek të dhënat shtesë që tregojnë se kryesisht hyrat në të ardhura personale janë rrit prej 3% sa është viti paraprak, 20% këtë vit. Faktorët kryesorë janë që është rrit numri I punëtorëve për 5%, edhe pjesa tjetër rritja e pagës minimale në 425 euro që ka qenë në këtë 6 mujorën e parë, e që tashmë është 500 euro, por kjo nuk paraqet në fare ndikimi tek ajo pjesë. Të gjitha këto janë bërë me për shkak të angazhimit që e ka pas ATK-ja. Po çka kisha dashur me theksu mu lidh pak me pjesën paraprake. Do thashë na e kemi një staf jo nashtit të stërvjetruar, po vjetë kemi pas moshën mesatare diku 51%, 51 vjet. 10 punëtorë na kanë dalë në pension vetëm këtë 6 mujorën e parë, po megjithatë me këtë mungesë të punëtorëve, edhe në këtë moshë të shtyme na kemi arrit numrin e kontrollave për 37% në krahasim me vitin paraprak. Pra 35,7% është rrit numri I kontrollave. Po rezultatet nuk tregojnë që ka pas vetëm rritje efektive të numrit. Me rritjen prej 35,7% të kontrollave e kemi rrit 100% pjesën e evazionit fiskal që e kemi gjetur. Pra, kjo nuk ka shënu vetëm efikasitet në rritjet në numrit të kontrollave, por ka treguar edhe efektivitet në mënyrën se çysh janë kontrolluar bizneset. Pra që ky numër I inspektorëve, I njëjti që ka qenë me 10 punëtorë më pak, ka bërë 35,7 kontrolla më shumë, po edhe efekti I tyre ka qenë 100% gati më I madh me krahasu me vitin paraprak. E njëjta dinamik tregohet edhe te rezultatet e vizitave. Se në parim ATK-ja ka 2 aktivitete kryesore, pjesën e kontrollave që janë më fundamentale, edhe pjesën e vizitave që I shihni jo një grup I inspektorëve që I vizitojnë bizneset në baza ditore. Edhe numri I vizitave është diku prej 36,97% në krahasu me vitin paraprak, sa kanë qenë 11,900, tash janë diku 16,000 vizita në terren, për këtë masat ndëshkuese ndaj tatim paguesve kanë shënuar rënje. Pra nëse shohim në numër për vitit paraprak për 2700 kanë rënë në 2500, mirë po megjithatë pjesa e borxheve ka qenë pjesa më sfiduese për ATK-n. Fondi Monetar Ndërkombëtar e ka bërë një strategjie për koncentrimin e mbledhjes së borxheve në qendër të Prishtinës, mirë po ne kemi pasur që nuk na ka funksionuar. E kemi marrë iniciativën me ndryshu, kemi pas diskutime të gjata të thella me to, mirë po esenca është që I kemi bind, mandej që edhe faktet po na tregojnë që kemi pas të drejtë në çat reformë. Gjithë mbledhjen e borxheve I kemi decentralizuar dhe I kemi çuar për 10 regjone. Se logjika jonë operative ka qenë bashkë me Samin dhe Isenin si 2 zëvendës drejtor, që më mirë të japim përgjegjësi njerëzve që shënojnë borxhin, edhe në raport me një njësi, me krahasu me 10 njësi sa në për regjone, forca e tyre operative për me mbledh borxhe do të ishte shumë më e madhe. Tregojnë që nëse e shihni vetëm inkasimin e borxheve sa ka qenë 119 milion në periudhën e njëjtë vitit 2025, sot është 155 milion ose afër 156 milionë, që shënon një rritje prej 31%. Nëse e shihni në numrin e marrëveshjeve sa janë trajtuar, pra prej 1300 marrëveshjeve në 2243, apo një rritje prej 61% të marrëveshjeve. Përveç aktivitetet që ATK-ja kryesisht I ka brenda për brenda vetit me stafin e vet që I bën, kemi edhe aktivitete me institucione tjera siç është dogana, Policia e Kosovës, Prokuroria, e këtu ndoshta më nda që e keni pas fundi edhe në media, aktivitetin e fundit që kemi pas aktivitetin për derivate ose operacioni për derivate, kanë qenë kryesisht ndara në 2 plane operative, plani penal edhe plani administrativ. 12 njësi në planin penal kanë qenë të organizume, 48 zyrtarë të angazhuar, 26 inspektor vetëm për pjesës e hetimit së ATK-s, edhe 22 inspektor tjerë tatimor prej regjioneve të ndryshme.
Në nivelin administrativ kanë qenë të organizuar ose të angazhuar 39 zyrtar, 22 inspektor tatimor dhe 17 doganier. 30 pika të shitjes derivatës janë kontrollu dhe është regjistru stoku i tyre janë mbledh prova të cilat do të na shërbejnë neve për gjetjen e evazionit fiskal ose nëse ka edhe elementeve të veprave penale se konsiderojmë që në këtë aktivitet pjesa më fundamentale ose më dërmuese kanë qenë inspektorët e administratës tatimore të Kosovës. Ne kemi pas zakonisht këtë platformën e denoncimit të hapur për tatim pagues edhe për qytetarët në mënyrë që me mujt edhe neve më na korrigju si ATK, po edhe atje ku nuk mundemi na me mri qytetarët me kry detyrën e tyre patriotike. Pra, vetëm e shihni që te pjesa e denoncimeve diku 48.82% ka rritje në krahasim me periudhën paraprake të vitit 2025. Pra 1759 denoncime, 1300 aktivitete të realizume, 219 denoncime në proces, 234 denoncime janë refuzu kur s'ka